opozita ose nga Partia Demokratike. Prandaj për mendimin tim nuk ka bërë asnjë, pra nuk ka sjellë asnjëri si as arrestimet as gjë, po thjesht elektorati nuk ka pas asnjë tronditje, po përveç kësaj nuk ka pas asnjë, do thoja, mbrojtje të qytetarëve për sa i përket ndërgjegjësimi i tyre për rotacion apo ndryshim. Pse? Sepse jemi mësuar, ashtu siç e tha zoti Alimalli edhe me shumë të vërtet, dhe politikanët e ri kopjojnë të vjetrit dhe përveç se të japin alternativa në program dhe në platformat e tyre, japin thjesht akuza, pra marrin rolin e prokurorit. Kjo nuk quhet politik dhe nuk ka se si të demokratizosh një parti të brenda saj dhe duke vendos sinjale, do thoya, pozitive të dialogut dhe debatit, duke bërë akuzatorin. Është e pamundur, edhe kjo nuk krijon fare asnjë risi në politikën në tërësi. Po më lejoni të them një rast tjetër. Faktori demokracisë në brenda në një parti politike. Ne kemi bërë një nisëm që quhet reforma reale. Ne nisëm këtë dhe po e vazhdojmë dhe kemi takuar shumë subjekte politike, si me vull bashkë me kryetarin, ashtu dhe partitë të cilët edhe janë edhe me vull edhe me antarësi. Kemi bërë një bashkëbisedim me ta dhe kur kemi folur për organizimin e brendshme dhe për demokracinë e brendshme, i kemi thonë, a na pranoni ne të jemi tek partia juaj si një fraksion brenda partisë tuaj dhe jo si një pjesë e përbërë brenda tuaj, pra jo antar të brendshëm partisë. Jo, thamë, sepse ne ju duhet jeni brenda tek ne, s'ka mundësi ne t'ju i lejojmë të jeni fraksion. Pra, e kuptoni ku jemi, si të zhvillohet demokracia e brendshme një subjekt politik, si i vogël të jetë, si i ri të jetë, kur nuk pranon fraksionet brenda saj. Pra, jo vetëm akuzat, po jo vetëm debati, po jo vetëm dialogu, po jo vetëm ristrukturim, po jo vetëm demokratizimi i brendshëm, kur ti nuk lejon një fraksion që të vinë nga jashtë që të futet brenda partisë, jo të trazojë ujërat brenda partisë, por të japi dinamik programi, figurash dhe aksion në terren. Çfarë është politika? Aksion vlerash dhe parimash për të ardhur në pushtet. Si bëhet politika? Vetëm nëpërmjet votës, sepse nuk mund të shkosh ti në fushë tjetër, sepse politika prodhon vetëm vota dhe ato konvertohen në mandate o këshilli bashkiak, o deputeti, o kryetar bashkie, o ministër, o kryeministër. Prandaj, mënyra se si ne kemi zgjedhur që nuk kemi ende një demokraci të brendshme brenda subjekteve politike të reja apo të vjetra, na tregon qartësi që kemi ende punë për të bërë përpara për të ndërgjegjësuar kryetarët e partisë, forumet që të demokratizojnë dhe të frymëzojnë veten për dialogun dhe debatin. Po, zoti Kodeli, çfarë i ofrojnë elektorati dy partitë e vjetra tradicionale që mbajnë besnikërinë e votuesve? Zoti Sulejmani, partitë e vjetra janë të strukturuara. E para, duke qenë të strukturuara, ato kanë jo të demokratizuara, pra strukturë kanë, po jo demokratizim. Zoti avokat, unë do dëgjova me vëmendje edhe nuk të ndërpreva. Unë ndërprerjet i pranoj, por më lëta shtilloj një mendimin dhe pastaj mund të ndërpreroj. Jo, dakor, më fal. Ja, po, shprej mendimin, zoti Kodeli. Të strukturuara kanë edhe staf, personel, kanë njerëz të cilët sipas profesioneve të ndryshëm merren me përgatitjen e programeve dhe me përgatitjen e jetës partijake. Çka do të thotë që ofrojnë mirë studim të problematikave që ka vendi, që ka komuniteti caktuar apo që ka dhe i gjithë vendi, pra e gjithë Shqipëria. Çka do të thotë që duke i marrë këto problematika në rang qoftë lokal apo qoftë kombëtar, këta njerëz pra PD-s po fokusohen në këtë drejtim, atëherë i studiojnë imtësisht të gjitha nevojat, problematikat që ndodhin dhe mundohen që këto problematika
të japin zgjidhje nëpërmjet programit të djathtë që ka PD-ja. Pra, kjo është diçka, është një garanci që ofron PD-ja për elektoratin e djathtë ose edhe për gjithë elektoratin shqiptar që të besoj në zhvillimin dhe në mirë zbatimin e këtij programi nëse nesër vjen në pushtet. Çfarë ndodh me partitë e vogla? Partitë e vogla janë të pashtuara, janë bazë të një fryme që ngrihet provizorisht në mënyrë kalimtare, dhe cilat pretendojnë të zhvillojnë. Mirë, po këta njerëz që vend te këto partitë e vogla janë ose pa kënaqur, qoftë nga njëra nga e djata apo qoftë nga e majta, të cilët vend atje dhe nuk dinë kujt i përshtaten dhe çfarë programi të shtjellojnë, sepse këto partitë nuk kanë një bazë, nuk kanë një temel mbi të cilin ato zhvillohen. Por merca nga e majta, merca nga e djata dhe formojnë strukturën e tyre. Mirë, po nuk mund të formohet një parti pa një bosh, pa një ideologji të saktë, pa një program të saktë, edhe pa qenë vetvetja në atë çfarë ajo i ofron elektoratit në përgjithësi. Sepse ato kërkojnë vinë pushtet, sidovisht pushtet. Cila është ideologjia jote për zhvillimin e këtij vendi? Ku do bazohesh? Do bazohesh tek e djata, do bazohesh tek e majta apo tek qendra, apo tek ekstremet e dyja palëve. Pra, duke e parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që ka ardhur një moment që Shqipëria është aq e vogël sa nuk mund t'i mbajë dot gjithë to forca politike të cilat pretendojnë të dalin në krye dhe të drejtojnë të vend pa një bosht, pa një strukturë të mirëfill të tyre. Si mundet i besosh atyre? Kurse forcat e mëdha e kanë këtë prioritet. Pavarësisht pasaj që se si e zbatojnë, është një pikpamje tjetër ajo, por që i kanë elementet e duhur për të bërë një program, për të bazuar tek struktura dhe tek ideologjia që ato mbartin në vetvete. Po, zoti Ali Madhi, në fakt, sipas zotit Kodheli, ai u përqendrua strikt te struktura, pra sipas tij, mënyra se si janë strukturuar partitë tradicionale ndikojnë në mbajtjen e pushtetit të tyre. Që do të thotë do të vazhdojë pushteti, sepse ai thotë janë të strukturuara, partitë e reja kanë probleme, nuk janë përqendruar majtas, djathas në qendër, në ekstreme tjera. Në këtë aspekt, çfarë i ofrojnë ata? Besnikërinë, ndershmërinë, antikorrupsionin, pra struktura e tyre, çfarë ofron? Besnik, apo shiko, duhet ta pranojnë që jemi ende një demokraci e pak konsoliduar, jemi një demokraci e brisht, akoma nuk di element të duhur për të udhëhequr këtë vend pak jo me shumë probleme, nuk është se ky vend ka vetëm një problem, po është madhor. Por shumë ku ka lindur ideja e çështjes kombëtare shqiptare, ka lindur si një tërësi toksore, aty ku ka pasur shqiptar dhe quhet e gjitha e Shqipërisë së shqiptare. Ku e lidh me alternativën e ballit kombëtar. Ky vend nuk ka alternativë tjetër veç kësaj. Ky vend do të jetë i varfër historikisht. Po ju kujtoj, kam kaluar pikën e Doganës nga Prizreni për të dalë në Maqedoni. Edhe kur kam takuar ata doganierët aty dhe ka thënë, urdhëro merre këtë listë në kryetar dhe 99 ishin shqiptar që paguanin taksa për shtetin Maqedonës. Pra kuptonin gjë që këtu nuk ka alternativë. Këto dy subjekte politike sigurisht që do të luftojnë për vetë. Më kujtohet një histori, sepse isha pjesë e komisionit të reformës zgjedhore, dhe bashkëkryetari ishte Damian Gjiknuri me Rudina Hajdari. Dhe unë pata mundësinë të isha antar i këtij komisioni. Edhe kam shtruar kërkesat për ndryshime në kodin zgjedhor. Dhe tani kur i thash këto kërkesa, ju thashë, dëgjoni, a doni sinqerisht të bëni një kod zgjedhor? Po, një sistem tërësisht të pastër ose mazhoritar, pavarësisht se ta 40 doni të lini kështu, asnjë forcë politike të mos financohet nga taksat e shqiptarëve, edhe numëruesët dhe komisionerët të jenë tërësisht pavarur. Më tha Damiani, o drejt, geniale kjo që thua ti, tha. Po tha, si mund të thuash mua, unë jam PS-ja, thaj, dhe PS-ja tha ka kaq vite, tha, që drejton këtë vend.
PD-ja ka kaq vite që drejton këtë vend. Dhe tani tha, mund të më thuash hape tërësisht sistemi, tha, po si mund të hapë unë sekretari i përgjithshëm i PS-s? Dhe tani më thuaj hape tërësisht, na tha PD-ja ta hapim, tha, dhe u deportuan aty, ta erdhën kriminale, ku dëgjon e tjerë. Po ta hapun tërësisht këtë sistem, tha. Strukturat që unë bëj alternativën time politike, tha, ku shkojnë? Po sigurisht që këta me të drejtë duan ta mbajnë sistemin. Problemi është që të shëndoshet kultura, dija, e njohje mbi alternativë. Shiko këtu prodhohet politiko duke futur vetëm njerëzit në burg. Ora kuptoni se nuk e di po më ngjallni për korrupsion për korrupsion futen në burg, edhe jashtë shtetit. Edhe Le Pen u akuzua, nëse ka prova se jo. Po nuk u fut në burg. Nuk është ai problemi. Jo, po nuk fut në burg. Po Pesnik, nuk e kam, po vodhi futen në burg e burg. Unë e kam të demaskimja, ta e bëjnë qëllimisht. Ti ja kupton që këta ligjin e bëjnë grackë. Ti ja kupton që njeri po ngriti krye këtu, nëse do shkoj të deklarimi parave, se kanë bërë një ligj atje, edhe i tundin këmbët ku i gjete kaq lek. Nuk është ky problemi. Unë them kush ka vjedhur le të dënohet. Po majmë guvernatorin e bankës net. Kujtohet si arrestoi Sajmir Tahiri mes të tregut valutës, atij dollarit, me kapuçën kokë ata, një personalitet që ishte guvernator, ju përgjigj ligjit, shkojnë në polici, shkojnë prokurori, etj. Mënyra e arrestimit po është demaskim në mënyrë demonstrative për ta arrestuar për të që ne kemi pushtet. Por unë këtu dua që qytetarët të ndërgjegjësohen. Qytetarët keni farë, çështja e pensionit, ashtu siç e përmendi zoti Softa. Po si do bëhet me mineralet, si do bëhet, pse vetëm me turizmin do mbajmë ne, me gjithë sektor strategjik që ka ky vend. Si mora u bëka politik kështu mora, unë nuk e di më. Po të bësh politik duke u kënaqur se po e fus tjetrin në burg, nuk e vetëm Shqipërinë ndosje. Por kush vjet ta paguaj, kush vjet taksat e shqiptarëve të paguaj. Po nuk bëhet më politik, këtu nuk bëhet politik, këtu bëhet vetëm presion, këtu bëhet vetëm për të mbajtur këtë sistem. Edhe këtë sistem ata do ta mbajnë, sepse është zgjedhur mënyra se si do ta mbajnë. Problemi është që shqiptarët të ndërgjegjësohen, ta kuptojnë alternativën ku kanë vetë interes. Pensionistët do votojnë atje ku e shohin ide. Do ngrihen pensionet, votojnë për atje ku ngrihen pensionet. Votojnë për një alternativë tjetër, bizneset. Nëse do të krahasojmë partinë tuaj, balli kombëtar është parti tradicionale. Madje edhe më e hershme se Partia Komuniste, e cila për shumë vites drejtoi Shqipërinë, qeverisjet e tjera. E drejton akoma Shqipërinë Partia. Partia juaj, pse vazhdon në koalicion me partitë e vjetra tradicionale që kanë monopol pushtetin dhe nuk krijon një filozofi si sa zoti Kodheli të re? Pesnik, sa më kënaq me këtë pyetje sinqerisht. Partia juaj nuk krijon një pol të tretë që të godasi partitë të mëdha. Është shumë vështirë. Nuk ka fuqi. Po kush nuk mundet? Se paragjykon fuqinë e tjetrit pa e parë. Po si do të thot peshë në elektorat, do të thot vend në elektorat, cila është? Pesha në elektorat nuk bëhet me njëherë, o zoti Kodeli, nuk bëhet me njëherë pesha në elektorat. Se do të kesh fuqi, pra duhet menduar, si janë fuqi një forcë të re politike, pastaj ajo do të kanë një problem ne që dalim në publik. Në vend të mblidhemi 10-20 veta edhe të bëjmë dakord që kemi një komision kolegjial, duam se cili të jetë shoferi i kësaj i autobusit, po s'ka mundsi, autobusi një shofer ka, edhe të tjerë do të jenë gjithë në rresht. Prandaj them, nuk mund të paragjykojmë një pol të tretë pa u bërë, pa parë strategjinë dhe dyta pa goditur me objektivitet, jo subjektivitet, jo goditur Edi Rama dhe Sali Berishën, se më atë nuk fiton asgjë. Thjesht me program dhe me platformë. Dhe jo duke marrë për shembull, do t'jap një rast tjetër që u fol këtu. Ndodhi rasti i Aleancës Kuqezi. Mërë një krahu patriotike kombëtare, ashtu siç i quhen, dhe ai shkoi u bë emigrant dhe del në për studio edhe bën filozofi nga Gjermania. Ç'a patriotizmi ta bëj unë atë? Edhe ka ndryshuar tërësisht qëndrimin ndaj asaj që ai prezantoi në atë. Nga Gjermania më bën mua analistin, ndërkohë ai duhet ishte këtu duke luftuar kundër kësaj elite politike.
Prandaj, ne po duam të bëhemi poli kundër partive të mëdhaja, bëhemi me objektivitet dhe jo subjektivitet. Por, ajo çfarë na pengon ne si shoqëri është që paragjykojmë. Pra, do nisim ne të bëjmë një nisëm, paragjykohet. Do nisim ne të bëjmë një pol të tretë, paragjykohet. Do nisim të themi i pallit kombëtar bë ti merr një parti, bë një iniciativë, duhet ta paragjykojmë se nga matet ajo peshorja, se nuk e di zoti Kodheli të më thuash ti që ke eksperiencë, nga matet elektorati, nga tabela partisë apo nga fryma dhe ajo çfarë përcjell ti për të marrë atë që duhet votën. Nga matet. Forcë politike në popull, nëpërmjet programit të saj dhe nëpërmjet çfarë ajo i ofron popullit për ta bërë pas vete. Pra ju Partia Demokratike në këto kushte që jemi nuk ofron asgjë, se ka qenë në pushtet, ashtu si Partia Socialiste. Zero janë për programe. Alianca Kuqezi, drejtuesi i saj nuk do ta kishte shqitur idealin e saj, unë të siguroj një gjë dhe them edhe sot e kësaj dite, me atë frym që kishte dhe me atë strukturë që ngriti Alianca Kuqezi, në atë kohë nuk diskutoi fare 12 deri në 15 deputet, por makutëria dhe drejtuesi i saj doli kokën në momentin final se lojën e kujt po bënte, atëherë u shkri gjithçka. Dhe u shkri vetëm nga dy elementë të cilën kishin veprimi gabuar i drejtuesit dhe kur e nuhatën struktura nën drejtimin e partisë, e nuhatën lojën e pisët që po bëhe dhe në drejtim të kujt po bëhe, atëherë të gjithë u larguan dhe ajo forcë politike u shkri. Pra, çka do të thotë? Mund të ngrihesh në një fushë caktuar, mirë po duhet të ngjallësh besueshmëri, qoftë tek stafi, qoftë tek atje ku ti pretendon, pra tek elektorati e populli, që ta bësh popullin të mbështes deri në fund. Kjo është ajo që u mungon forcën. Po se sa ke letë zoti Kodheli, sepse ti e një mirë atë Aleancë Kuqezi se ishe pjesë e strukturave, po drejtuese, po e pe në fund çfarë tha Rama dhe Berisha. Shqiponja u kthyen përdor një metaforë ata, në sora diçka e tillë. Pra nuk të lëm partitë të mëdha kanë monopol, ne këtë po diskutojmë sot. Ti po thua të vijë një parti e ti thot popullit kështu. Duhet një pol i tretë gjithë përfshirës, i cili të marrë dhe të djathtë me parti dhe pa parti, që të godasin dy polet kryesore, se duke qenë të përçarë, si Nisma Shqipëria Bët, si Lëvizja Bashkë dhe si partitë të tjera, nuk ka rëndësi ideologjia në këto kushte që jemi politike. Rëndësi ka sa të aftë jemi të bashkohemi kundër dy poleve kryesore që zhysin ditë për ditë demokratizimin e vendit. Kaq është poli i tretë. Zoti Softa, duke referuar dhe zoti Zhllima, a ka hapësirë për një sistem më të hapur politik dhe më demokratik? O besnik, ma bëre mua pyetjen apo tani jeni të tre nga firëm duhet Po ta marrin dy të tjerët pyetjen nga dora aty. Nuk po të lër. Po vazhdo, po ju e zaurua, vazhdo, po ke drejt. Nuk jam mësuar kështu unë tani se tani po ndërhyn s'ka kuptim edhe pyetja dhe përgjigja tani të gjitha këto çfarë thot zoti Kodheli, po unë i kam prekur vetë. Nuk është çështje të krijosh një frym, se frymën mund ta krijosh po të kesh sa para, si punë zoti Spaiu që përmend ju se s'kam qef me përmendin. E bën. Kush e ndjek politikën me kujdes? Ku ka dalë Kreshnik Spaiu te zeri i Amerikës, ish bërë pyetje direkte për Bashkimin Kombëtar. Aty ja bëri gëk ku dëgjoj unë që aty ndryshoi rrjedha. E para. E dyta, ku ka qenë mundësia e zgjedhjeve, ish afruar për të dalë 1, 2, 3 kandidat për deputet, se unë e di mirë. Edhe nuk ka dashur që të ishte Kreshnik Spaiu. Edhe u mbyll cikli aty. Mos u fokusoni te Aleanca, ajo ka ikur e nuk funksionon me. Pa mos sillni një shembull negativ që për të ilustruar dhe partitë e reja. Janë më të forta partitë e reja, kanë njerëz me integritet. Të lutem pra, nuk ka lëvizje tjetër ky vend përveç idesë së Bashkimit Kombëtar. Nëse ky vend nuk ecën drejt këtij projekti të Bashkimit Kombëtar, nuk do ketë ekuilibra të qeta në Ballkan, po dhe më gjerë, ta kuptoni një. E vetmja çështje që është gangren
dhe politika shqiptare nëse nuk orientohet drejt këtij procesi shumë të rëndësishëm që faktori ndërkombëtar ka filluar të japë një zgjidhje me pavarësinë e Kosovës. Pra që është ndërkombëtarizuar pavarësia e Kosovës, është shtet i pavarur sot Kosova. Me mbi 40% të shqiptarëve në Maqedoni, me 10 gati % të shqiptarëve në Malezi dhe çështja e Çame, nëse shqiptarët nuk unisohen rreth kësaj mbështetje, ky vend nuk do ketë stabilitet. Nuk ka politik këtu besnik, këtu ka tallava. A e keni parë ju Edi Ramën që thotë u dion çfarë epiteti ka vënë zoti Berisha, ai bufi i knetës sot. Tu tallava, unë habitem, ai mendon se një retorik fyese dhe e papranueshme në fakt. Dakor, po e kam fjalën nuk ka alternativë. Këtu nëse ti do japësh idenë Bashkimit Kombëtar dhe do thuash jam me Bashkimin Kombëtar, këtu nuk mund të ecësh dot, e ke të privuar gjithçka. Sepse këtu politika orientohet nga të tjerë segmente shumë të rëndësishme dhe këtu deputetët dalin nga orientime të tjera diplomatike dhe këtu politika e dy subjekteve politike nuk ka pavarësi në drejtim të interesit kombëtar, por varet nga lëvizja politike.